Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si me kopju një formë rreth një rrethit. Shkojmë marrë rrethin këtu, do të sjellëm këtë me tasën e djathtë, edhe me shift e krijojmë në mënyrë proporcionale. Tani po shkoj këtu, po jap kufizim, do bëj kufizimin e zi, edhe po e bëj parapërsisht kështu. Tani këtë kam selektuar. Këtu e kam vizorën, nëse nuk I keni me CTRL, do të thonë ruler, shfaqet vizorja, edhe për marrë për ngrej këtu për qesë në center, edhe këtu për qesë në center. Do të thonë, sigurona me selektu këtë formën, pastaj me marrë vizorën për me ditë që me vendos në center, shikone. Okej, hapi tjetër për marrë një rreth tjetër, edhe për bëj më të vogël kështu. Këtë me Shift X janë ndroj tash për momentin e ka kufizimin gjyrë, do të thonë nuk ka heq, nëse klikoj Shift X, tani fusha me në gjyrë, kufizimi heka, do të thonë edhe kjo opcioni këtu, na mund sot njëtën me rrotullu, me zgjedh në të kundërt në gjyrat. Okej, për marrë këtë rrethin na për vendosi parafërsisht kështu. Tash është ideja, këto me kopju, me përsërit rreth kësaj e këtij rrethi. Kështu që u sigurova me vendos nes, hapi tjetër klikoj R. Rotate. Kemi ose këtë opcioni këtu. Ku klikoj R, pastaj Alt edhe klikoj në mes të rrethit. Për këtë arsye I shfaqa këtu vizore që me gjetë mesin e rrethit. Klikoj këtu me tasën e majt, edhe shikoni hapet një dritare kështu. Edhe këtu po vendosi 30 shkallë, edhe këtu po klikoj copy. Ku klikoj copy, shikoni bëhet copy një. Pastaj vetëm klikoj CTRL-D, kjo përsëritet, CTRL-D, do të thonë që në formë një orës. Me 30 shkallë, tash të bu distanca ma madhe, po shikone, tash që kemi të kriju me 1, 2, 3, bashkë në formë të orës. Kthejna CTRL-Z. Klikoj këtu, prap me Alt, do të thonë këtë kam selektuar, pastaj po klikoj me Alt këtu, hapë dritarja, nëse bëj 20 shkallë, e bëj copy, CTRL-D, tani kjo është ma shpesh përsëritet domethënë. CTRL-D, derisa vjen kështu. Do thonë, kjo është një metodë e cila me CTRL-D na mundson të rrotullu rreth formës. Kjo ishte që e caktuar me shkallë. Po kemi edhe një rast tjetër, kthena mbrapa me CTRL-Z. Kemi një rast tjetër, mund me kliku për shembull me R këtu, pastaj vetëm me Alt e lëvizmi vetë sipas dëshirës, shikoje, unë po shkoj, e kam selektuar Alt na me mouse, edhe kjo pe kopjon vetëm ku du unë me lëshu. Për shembull këtë rast pëlqej kështu, pastaj vazhdoj CTRL-D, kjo gjon hapësirën sa ka pas kjo, shkon e përsërit edhe këtu, shikone. Do thonë edhe kjo është një metodë. Okej, pe selektoj këto të gjitha, pifshi. Kjo vlen edhe kështu, për shembull nëse e bëj CTRL-Alt kështu kopje një, pastaj vetëm vazhdoj me CTRL-D, kjo vazhdon pa fund sa ta vazhdojmë na CTRL-D. Nëse shkoj për shembull tash pe selektoj këtë të gjitha këtu, po I vendosi kështu në vi, edhe me CTRL-Alt po I ngrej kështu, parapërsisht kështu, edhe po klikoj CTRL-D, shikoni kjo shkon të e përsërit çat veprime.